Pse kem atlet ta bësh dikant tjetër mundi mirë e veten tone jo? Pse kem atlet ta komplimentosh dikant tjetër dhe veten tone jo? Pse kem atlet ja thosh një fjalë të mirë dikujt e vetes tone jo? Ti e shikon që motra jote, vllai jot, nana jote apo shoqja jote nuk po ndihet mirë, po ndihet poshtë emocionalisht dhe ti shkon i thu, çfarë po ndodh me ty? Mundohesh me gjithë fjalët më të mira me ja nreq, me ja rregullu atë disponimin që ka për momentin. Po për veten tonë ti nuk e ban. Kur është hera fundit që je ul ke qenë poshtë emocionalisht edhe je ul dhe i ke thënë vetes tone çfarë ke, pse po ndihesh kështu? Kur është hera fundit që je ul dhe i ke thënë fjalë të mira vetes tone? Kur është hera fundit që e ke komplementu veten tone? Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Silva dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Sot vendosa të flasim për vetbesimin. E di se është një temë që gjithsecili nga ju dëshiron me e punu me ta dhe dëshiron me pas akoma shumë vetbesim. Dhe thash pse jo mos t'i jap disa pika që juve ju ndihmojnë me arrit vetbesimin tuaj. Tani, nëse po dëgjoni pak zhurmë, janë duke bërë disa punime këte janë, kështu që ndoshta do ju shqetësoj, por unë do e bëj gjithsesi këtë video, nuk do më ndalojnë ata, do vazhdoj. Nëse je re në këtë kanal, i ri në këtë kanal, bëjni subscribe sepse ndihmon akoma më shumë me rrit kanalin tim dhe me bën akoma më shumë video tilla. Nëse ndjek përikohesh, mirë se vjen përsëri. Atëherë, vetbesimi. S'pari duhet me kuptu njerëz që vetbesimi nuk vjen kështu me kërcitjen e gishtave. As nuk vjen kështu brenda një dite ti zgjohesh mëngjes edhe sot zgjohesh me vetbesim. No. Vetbesimi vjen gradualisht, duke punu gradualisht me veten tane. Duke bën hapa të vegjël çdo ditë që të çojnë drejt një versioni më të mirë të vetes, që të çojnë drejt një personi më të sigurt në vetvete. Nëse unë sot po e bëj këtë video këtu para jush, po dal para qindrave njerëzve dhe flas, dhe kam vetbesim, është se kam punu me veten përpara, kam bën hapa të vegjël çdo ditë. Nëse unë para 3-4 viteve do më kishte thënë njëri me bëj këtë video, nuk do kisha bën, sepse nuk kam qenë e gashme, kam pas frikë, kam pas siguri, por gjitha këta i kam ndërtu sepse kam punu me veten, kam bën hapa të vegjël çdo ditë për me arrit këtu ku jam sot. Do ju tregoj sot disa hapa që unë i kam ndërmarr, disa teknika, nëse mund t'i çoj kështu, që juve kanë me ndihmu për me arrit vetbesimin tuaj. Një nga pikat kryesore që mund ka ndihmu shumë me arrit vetbesimin tim dhe mundet me të ndihmu edhe ty nëse e praktikon, është njohja e vetvetes. Askush nuk mundet me tregu ty se kush je, kur ti e din se kush je, kur ti e njeh veten tënde. Nëse një person ty të ofendon, thot diçka të keqe dhe ti ndjehesh keq sepse ti nuk e njeh veten tënde, se përndryshe nuk do ndjehesh e keq. Nuk do ndjehesh e keq kur ti e din se kush je. Ti ndjehesh keq vetëm kur ti e beson fjalën e tjetrit. Kur dikush ta thot një fjalë keqe dhe ti ndjehesh keq, do thotë se ti thellë e beson se je ashtu. Se nëse nuk do e besoje, nuk do ndjehesh e keq. Kështu fillo edhe njihe pak veten tënde më shumë, emocionet të tua. Fillo edhe ulu me veten, fol me veten tënde. Çfarë bën mu ndje mirë, çfarë bën mu ndje jo mirë? Si me fol me veten? Gjithë flasim me veten, por nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë flasim. Ndoshta ne flasim gjatë gjithë kohës krejt negativisht. Edhe nuk jemi të vetëdijshëm se e bëjmë këtë gjë. E kam dëgjuar një fjalë që thotë sikur ti t'ia thoje mendimet apo fjalë negative që ja thua çdo ditë vetes, sikur t'ia thoje dikujt tjetër, ai personi tjetër nuk do të fliste më me gojë, sepse nuk jemi të vetëdijshëm se si flasim me veten tonë. Për emocionet tona, kështu që njihe më shumë veten tënde, vlerën tënde, se kush je ti në vërtet. Fillo edhe njihe pak më shumë veten tënde, emocionet e tua, traumat e tua, lëndimet që ti ke pas që në fëmijëri. Sepse ne kemi lëndime, trauma që as nuk e verrejmë që i kemi. Ne sillemi ndoshta në një mënyrë krejt çuditshme, thonë pse u sollëm ashtu. Pse u soll filani ashtu? Sepse nuk e ka verrejt, nuk i ka shëruar asnjëherë traumat e veta, lëndimet e veta. Gjithsecili i ka brenda vetes, po na i fshehim. Ne i fshem dhe momentin që ti fillon dhe i veren që i ke, aty fillon shërimi jot, sepse ti i veren si i ke. Dhe pastaj gjen mënyra për me i shëru. Kur ti shëron traumat e tua, lëndimet, nuk ke mu lëndu pastaj nga lëndimi apo nga mendimi dikujt tjetër që e ka për ty. Një pikë tjetër që më ka ndihmuar shumë vetbesim ka qenë investimin e veten time. Edukoje veten dhe jetën tënde. Investimi më i mirë që mundesh me bë është investimi në veten tënde. Diçka që nuk munden me ta marr kurrë, është investimi, informacioni, inteligjenca jote që ti ke. Mundin me ti marrë gjitha. Ndoshta ti bash personi më i pasur në botë, po momenti që ti nuk ke inteligjencën, nëse e humbat pasurinë, ti nuk ke me ditë me ndërtu më. Por momenti që ti ke inteligjencë, ke investu këtu, ti ke me ndërtu përsëri atë pasuri.
Kështu që investo në veten tënde. Një pikë tjetër që ka me të ndihmu është me u dediku në diçka, me vendos qëllime vetes. Me bën diçka që ty të bën mundje mirë, që ty ta forcon besimin vete. Diçka që e bojnë njerëzit që kanë vetbesim, njerëzit e suksesshëm, është se i vendosin qëllime vetes. Kur ti i vendos një qëllim vetes, pa marrë parasysh se çfarë është ai qëllim, mund të jetë një qëllim me ushqy shëndetshëm, me pi ma shumë ujë, me dal me ecë natyrë, me lexu një libër, me bë yoga, me bë aktivitet fizik, me kërcy, varet çfarë qëllimi ti i vendos vetes, ti, momentin që ti e kryen, e realizon, ti e rrit vetbesimin vete. Se ti thu, ok, unë mund të shumë e bë, unë mund të shumë e bë aktivitet fizik, unë e kryva, unë realizova, unë mund të me ushqy shëndetshëm, unë e bëna. Ti e krenon veten tënde dhe automatikisht kjo të arrit vetbesimin tënd. Nuk mundesh ti me arrit vetbesimin tënd nëse nuk i vendos qëllime vetes. Qëllime të vogla, por që ti mundesh me arrit. Dhe kur ti arrit, ti krenosh me veten tënde. Dhe ti thu, ok, unë mundem, unë realizova, dhe automatikisht vetbesimi jot rritet. Një pikë tjetër që ka me të ndihmu shumë që të arrisësh vetbesimin tënd është shoqërohesh me njerëz që janë atje ku ti dëshiron të jesh. Me njerëz që të ndihmojnë ti mu zhvillu, mu rrit, mu bë versioni më i mirë i vetes. Nëse ti ke një shoqëri që ka shumë pak vetbesim, që flasin për gjëra negative, që flasin për fashëfeme, që nuk merr asgjë mirë nga ata, ti do bëhesh një nga ata. Më trego me karri e tregoj se kush je, 100%. Fillo e shoqëroju me njerëz që kanë vetbesim, me njerëz që munden me të mësu ty se si të arrish më shumë vetbesim. Fillo shoqëroju me njerëz suksesshëm që kanë arrit diçka në jetë, që kanë arrit atje ku ti dëshiron të jesh në të nesërmen. Nuk mundesh me ndryshu duke bën çdo ditë veprime të njëjta. Ti ndryshon duke marrë çdo ditë veprime të ndryshme. Nuk po them tani të shkëputesh nga shoqëria jote. Jo, ti mundesh me qëndru me shoqërinë tënde, por mundesh me zgjedh në ditën kohë me ndjek njerëz që ty të ndihmojnë me arrit atje ku dëshiron të jesh. Sepse në shoqërinë tënde ndoshta ka njerëz që duan mu përmirësu dhe kanë me të ndjek nëse duan, dhe nëse nuk duan, kanë mu largu nga jeta jote, beso. Kështu që zgjidh njerëz që kanë me të ndihmu realisht me zhvillu veten tënde. Duhesh me e thyr këtë cikël. Si mundesh me e thyr ciklin? Mundesh me e thyr vetëm duke u shoqëruar me këta njerëz, pra me këta njerëz që janë atje ku ti dëshiron të jesh, që mundesh me mësu prej tyne. E di se në fillim do jetë pak e vështirë, ndoshta nuk do ndihesh mirë rreth atyre, sepse mua më ka ndodhur personalisht kur unë jam shoqëruar me njerëz që kanë shumë vetbesim, me njerëz që janë shumë suksesshëm, që janë pasur. Më duket vetja e vogël, është ma duk vetja e vogël. Më duk vetja sikur unë nuk di kur gjë, sikur unë jam budallaq. Kështu është ma duk vetja. Sepse ata njerëz kanë pas kaq shumë vetbesim sa e kanë reflektuar te unë, dhe kështu është ma duk vetja mua. Por vazhdo, mos u dorëzo. Vazhdo të qëndro me ta. Pyete veten çfarë mund të mësoj prej këtyre njerëzve. Sepse ti duhesh mu ndjej një ditë i pasigurt që dikur të ndjehesh i sigurt. Vazhdo shoqëroje me këta njerëz sepse vetëm këta njerëz kanë me ta treguar rrugën drejt qëllimit tan. Vetbesimi i njerëz nuk ka të bëjë me bukuri, nuk ka të bëjë me mënyrën se si dukesh, se si lëviz, se si flet. Ti mundesh me mendua ndej nga ana tjetër ka më shumë nuk jam hiç i bukur, që unë nuk flas hiç mirë. Okej? Nuk ka të bëjë me këta, ka të bëjë me energjinë e një personi. Okej? Pavarësisht se unë mendoj të kundërt, unë mendoj që jam e mirë, unë mendoj që jam e bukur mjaftueshëm, e mirë mjaftueshëm dhe gjitha këta, sepse e kam forcuar besimin vete. Por ka të bëjë më shumë me energjinë e atij personi. A keni vënë re për shembull që ti e shikon një person që në fytyrë nuk është kaq shumë i bukur, okay? Pavarësisht se unë mendoj se gjithsecili e ka bukurinë e vet, por ty të bën kaq shumë për vete sa ti mendon se ai person është personi më i bukur në botë. Sepse të tërhesh energjia e atij personi, aura e atij personi, të ban për vete, vetbesimi, siguria që ka ai person, të ban ty për vete. Një pikë tjetër që ka me të ndihmu shumë është të shikosh gjërat më shumë me zemër sesa me ego. Shiko, ego është diçka e mirë, egoja na duhet. Por momentin që ti i shikon gjërat me zemër, për shembull, nëse dikush ty të lëndon, të ofendon, thot diçka jo të mirë, ti duhesh me mendu që ai person ka thellë brenda vetes vet është i lëndum. Thellë brenda vetes vet ka trauma, e fajson veten e vet, ka frika të ndryshme. Një person që është i shëruar, që është i ndjet mirë me veten e vet, që është i lumtur në jetën e vet, nuk vjen me shpreh mllef te ti. Prandaj mos i merr gjërat tona personale. Kupto që ai person ka gjëra me shëruar në jetën e vet. Dhe nuk është detyra jote me i shëru. Nëse unë kam një person këtu që ndoshta më shan mbas kësaj video, më ofendon ose nuk e di, thot diçka negative për mua, nuk ka të bëjë me mua, ka të bëjë me atë person.
Mënyra se si e shikon ti një person tjetër ka të bëjë shumë me ty. Kështu që mos e harroj këtë gjë. Mënyra se si ti flet për dikën tjetër, mënyra se si ti e shikon dikën tjetër ka të bëjë shumë se si ti e shikon veten tënde, çfarë ndjen ti thellë brenda vetes tënde. Kështu që mënyra se si më shikojnë mua njerëzit nuk ka të bëjë me mua. Ka njerëz që kanë me më ofendu, me më shaj, okay. Ka njerëz që kanë me më pëlqy, krejt okay. Unë nuk kam se si mi ndryshu njerëzit, nëse ata nuk ndryshojnë, nëse ata nuk merren me veten e vet, me brendinë e vet. Një pikë tjetër është që mjaft u mundove më u bë si dikush tjetër që nuk je. Mjaft e krahasove veten. Kur ti mundohesh më u bë si dikush tjetër që nuk je, kur ti e krahason veten me dikën tjetër, ti do bësh versioni më i dobët të atij personi. Ti do bësh versioni falso, sepse ata janë origjinali dhe ti thjesht je duke imitu. Dhe thjesht ti kështu duke mundu me u bë dikush tjetër që nuk je, ti e humb veçantinë tënde, ti e humb veten tënde. Gjithsesi këtë botë është e veçantë. Pse mendon që nuk je i veçantë? Pse mendon që nuk je i mirë mjaftueshëm? Kur ti mendon që nuk je i mirë mjaftueshëm, ke më mundu me kopju dikën tjetër. Po ti nuk ke nevojë. Ti je i veçantë ashtu siç je, ti je i veçantë ashtu siç je. Unë jam origjinale, ti nuk mundesh më bën si unë. Ti je origjinale, nuk munde më bën si ti. Zoti ta ka dhënë veçantinë tënde, ka kriju në mënyrë perfekte. Atëherë bie që Zoti do na kishte kriju gjithë një lloj, një fytyrë. Pse nuk na ka kriju gjithë një fytyrë? Ja ka dhënë gjithë secilit veçantinë e vet. Por thjesht na nuk e besojmë. Nuk e besojmë që e kemi veçantinë, unikalitetin tonë. Dhe realisht kur ti fillon dhe e pranon veten tonë ashtu siç je, unikalitetin tanë, veçantinë tonë, atëherë ti ke më qenë vetvetja. Kemi qenë vetvetja edhe kanë të pëlqyer njerëzit për ata çfarë ti je. Një pikë tjetër është hiqe ndjesinë e turpit. Turpi është energjia më e ulët që mundesh me ndjen trupin tënd dhe këta e kam mësuar në Akademinë e Zhvillimit Personal, nuk e kam ditë. Unë kam qenë një person që kam pas shumë turp. Turp me fol, turp me sjell, turp andej, turp këtej, çm fëmiri. Kam qenë shumë me turpshme. Turpi nuk më ka leju me marr vendime, me than fjalën që unë dëshiroja me than. Kur ti ke turp, turpi pra nuk të lejon me marrë asnjë lloj vendimi në jetën tënde dhe kur ti nuk merr vendim, ti nuk je i gatshëm me ndryshu, sepse nuk ke marrë vendim. Kështu që hiqe ndjesinë e turpit. Për ka me pas turp? Për ka? Për dika që mund të më xhiku mu këtu, për këta me pas turpun. Pse të kem turp për dika? Unë jam kaq e fuqishme, realisht e mendoj që jam kaq e fuqishme, sa dal këtu e flas për qindra njerëzve. Edhe nuk kam turp, flas për traumat e mia, për frikat e mia, për gjërat që më kanë lëndu, për gjërat që unë i kam përmirësuar jetën time, por dikush që më gjikon mua këtu a do kishte bë? Nuk besoj që do kishte bë. Kështu që nuk do ndiej më turp. Boll kam ndjet turp. Do bëj ato gjëra që mua mi don zemra me i bë. Dhe po mendoj që i bëj në mënyrën më të mirë të mundshme. Një pikë tjetër është thuje mendimin tan, ashtu siç ti e mendon. Unë këtë e kam pas, e kam akoma pak realisht, domethënë se nuk duam ta them ty kretë mendimin tim sikur e mendoj, sepse kam frikë dosha se të lëndoj ose diçka. Për shembull, nëse shkoj dikun edhe e bëj një make-up dhe nuk më pëlqen make-upi, nuk ja tham sepse nuk du me e lëndu se me e bën mundi keq. Por jo, pse mos më ja than, më ja than, sepse unë jam duke e pagu për atë punë. Du me ma bën ashtu si unë e du. Kështu thuje mendimin tan. Diçka tjetër që unë e kam mësuar në akademi ka qenë edhe kjo, sepse duhet me pas kujdes ndonjëherë kur e thu dhe si e thu mendimin tan. Për shembull, nëse ti do më ja than mendimin dikuj, mendimin tan ose një kritik dikuj, pa rëndësi ka, mos ja thuj kur ka njerëz tjerë rreth aty. Thuja në katër sy. Mos ja thuj, sepse kur ti ja thu kur ka njerëz tjerë aty, do ja ulësh shumë vetbesimin atij personi dhe nuk është okay. Thuja në privatësi. Okej, unë shumë mendoj, ky është mendimi jam, nuk e ke bën mirë këtë gjë, varet se cila është situata, por thuje. Thuje ashtu siç ti mendon. Kjo ka me të arrit shumë vetbesimin tanë. Diçka tjetër është që të arrit shumë vetbesimin është me mësu me thënë jo. Ka qenë ekstrem shumë e vështirë për mua me thënë jo. Akoma e kam pak vështirë, jam duke e përmirësuar veten time çdo ditë, me mësu me thënë jo. E kam bërë edhe një podcast për këtë unë. Do mundohem ja lën këtu nëse di me Elana të podcastin që e kam bërë më sot të thuash jo. Dhe përndryshe mundeni me gjetë këtu poshtë të videot e mia. Njerëz duhesh me thënë jo, sepse kur ti i thu po dikuj që nuk e ndjen me i thënë po, ti e ti i thënë jo vetes tane, ti e ti e lëndu veten tane. Nëse dikush për shembull të fton dikun ose një shoqë të fton për kafe, një shok të fton për kafe, dhe ti i thu po, por nuk e ndjen me i thënë po, ti e ti i thënë jo vetes tane. Okej? Thuaj jo.
nuk ka të bëjë me atë personin, ka të bëjë me ty, ti don me qëndru në shtëpi, don me kry një aktivitet tanin, me bani, keni qëllim me kry gjatë ditës. Dhe i thuj jo, ti nuk e ti than jo personit, ti i than jo për momentin kohës tane. Ti nuk ke kohë për momentin e bën gjë. Dhe nëse ti mendon se ai personi tjetër do lëndot, nuk ka të bëjë me ty. Një person që don, që të vlerëson, e din për shembull se Silva ka punë tani, ndoshta ka ndaj punë vetën, ndoshta ka ndaj gjë që do të më shërën më marr të dalim një ditë tjetër. Po nëse ai person të gjykon ty, nuk ka të bëjë me ty, ka të bëjë me ata me pasiguritë e veta. Kështu që mëso me thënë jo. Është një nga mendimet më të mira që mundesh me marr. Një pikë tjetër që të arrit shumë vetbesimin është pranoj gabimet e tua dhe je i hapur për me marrë mësime të reja. Ka njerëz që për çdo pyetje që ti i ban, ato e kanë një përgjigje. Sa kam kalu unë, unë i di këto. Jo, ti nuk i din. Ti nuk din asgjë. Ti nuk i din nëse ti nuk i ke përjetuar lëkurën tane. Kur ti i përjeton, ti atëherë i din. Kështu që mos ki frikë me thënë që nuk e di këtë gjë, do investigoj, do informohem dhe do mësoj. Mos u mundo me dhënë një përgjigje për çdo lloj pyetje. Është okay mos me ditë, sepse ndoshta një përgjigje jote, një këshill që ti e jep, mundesh ndoshta më ia dhënë një bindje dikujt që ja përshkret jetën e vet. Mos e ban. Na mësoj, njerëzit e suksesshëm, njerëzit e pasur janë të hapur, qëndrojnë të hapur me mësu prej kujdo. Ato mësojnë dhe prej një lypsari në rrugë, por mësojnë dhe prej një personi të pasur, sepse janë të hapur. Ti mundesh me mësu edhe prej një personi negativ. Ti mundesh me mësu se si mos mu ba si aj, edhe aty ti merr mësime. Pra qëndroj i hapur, qëndroj pranoj gabimet e tua, pranoj se ti nuk i din gjitha, tanë bëjnë gabime, nuk kemi perfekt, njerëzit gabojnë, vetëm i madhi Zot nuk gabon. Kështu që pranoj gabimet e tua dhe je i hapur me marrë mësime të reja. Një pikë tjetër, thuaj afirmime pozitive çdo ditë. E kam thënë shpesh rendjet e mia sepse unë i përdor shumë, unë e përdor teknikën e falëndërimit, shkruaj afirmime pozitive për veten, shkruaj për gjërat që i kam dhe që nuk i kam që duhet i kem në kohën e tashme. Përdori, kanë me funksionu, kanë me të arrit shumë vetbesimin. Ndoshta për momentin që si i thuti vetes, unë jam e fuqishme, nuk e beson, por duke ja përsërit çdo ditë vetes, ti ke mundje akoma më shumë më e fuqishme, vetëm vazhdo e thuje, mos ndalo. Thuaj vetes, unë jam e fuqishme, unë jam e guximshme, unë e bëj çdo gjë mirë, unë ushqem shëndetshëm. Unë jam mirë me shëndet, unë jam e lirë, jam e lirë financiarisht, jam e pasur, rrethom nga njerëz suksesshëm. Thuaj afirmime që ti dëshiron me i pas një tonë thuaj çdo ditë. Mos ndalo, se kanë mu bën realiteti jot. Fjalët, mendimet e tua janë realiteti jot, e formojnë realitetin tanë, kështu që mos ndalo. E di se duket tani e vështirë e çuditshme, por mos ndalo thuaj. Thuaj sepse nëse unë jam këtu ku jam sot janë për shkak të gjëranave. Dhe nëse nëse do jem aty ku do jem është për shkak të veprimeve që kam marrë sot. Edhe kur nuk i kam ndjenë marr. I kam bën edhe kur nuk i kam ndjenë i thanë afirmime pozitive. Kam shkruaj, jam unë kam shkruaj edhe kur nuk i kam ndjenë ul me shkruaj. Bani sepse funksionojnë. Diçka tjetër, bëj aktivitet fizik. Aktiviteti fizik të ndihmon jashtëzakonisht shumë në rritjen e vetbesimit. Nuk ka rëndësi se çfarë aktiviteti fizik ban. Mund të jetë yoga, mund të jetë një aktivitet fizik 20 minuta në shtëpi, mund të jetë me shku në palestër, mund të jetë me dalë mes natyrë, mund të jetë me kërcy, në varet çfarë ti ndjen me bë. Po bane, ka me të arrit shumë vetbesimin. Unë kur e filloj aktivitetin fizik e filloj gjithë nerva nuk du fora me bë, por kur e marroj madje, ndjen personi më i lumtur në botë, sepse e di që e kam bën, e kam kryer, tham sa mirë silv që e bane. Okej? Ndjen me fuqishme, ndjen me energjike. Me aktivitet fizik ti e largon energjinë tënde negative nga trupi jot. Kështu që bane, ka me të ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Dhe për sfundmi mos harro diçka. Ti e ke gjithçka brenda vetes tane, ti ke këtu. Nuk ke nevojë mi kërkuj jashtë, sepse na njerëzit shkojmë kërkojmë jashtë. Ti ke këtu, Zoti ti ka lënë gjitha këtu, por ne nuk e besojmë ata. E kam dëgjuar një shprehje që e thot një nga mentor që unë kam në Akademinë e Zhvillimit Personal ku jam, ku thot Zoti don më shumë që të realizohet dëshira jote se sa ti e don për vete. Por ti nuk e beson. Na nuk e besojmë. Na nuk i besojmë, ne e kërkojmë dëshirë, por nuk e besojmë që ai mundet me na e sjell. Po mbesoj që ai ti sjell, nëse nuk ta sjell pikërisht ata çfarë ti ke kërku, ai ka me sjell diçka më të mirë. Thjesht besoje, mos e humb asnjëherë besimin tënd te i Madhi Zot. Dhe me që jemi te akademia, ty tregoj që unë jam pjesë e VR Akademi prej një viti e gjys. VR Akademia është një shkollë dhe zhvillimit personal ku trajtohen tema të ndryshme mbi çdo sferë të jetës tënde që ti dëshiron të përmirësu. Tema të tilla si vetbesimi që folëm sot, si ankthi, stresi, depresioni, traumat e ndryshme, frika që i kemi, e deri tek sferat e pasurisë. Domethënë aty ka kurse, ka teknika,
ka mësime nga njerëz specializuar që ty të mësojnë për me përmirësu çdo aspekt jetës tane dhe mendoj që është investimi më i mirë që mundesh me bën veten tane. Unë do ja u lek këtu poshtë edhe linkun e akademisë ku ju mundeni më regjistru ose mundeni më kontaktu në Instagramin tim Silva Pietri, ku mundeni më dhënë më shumë informacione. Ju përshëndes shumë, faleminderit që dëgjuat këtë video deri në fund, edhe shikojmë në videon e radhës.